Në këtë periudhë, Mbretëria e Bashkuar ka qenë angazhuar në shumë sfera dhe sektor që i përkasin ose janë interesit shtetëror të Republikës së Kosovës dhe paralelsoj të interesit maksimal të Mbretërisë së Bashkuar për Kosovën. Kemi pas zonin më të fuqishëm nga Britania e Madhe, deputetës Keisha. Dhe kjo ka qenë një farë vazhdimësie, por që është interesant sot vizita e sekretarit të jashtëm britanez në Kosovë, pavarësisht insistimit të presidentes Osmani për propozime një marrëveshje strategjike të mbrojtjes në fushën mbrojtjes mes Britanisë dhe Kosovës, sekretari i jashtëm nuk është që i dha shumë rëndësi kësaj, sa i dha rëndësi asaj që pret Kosovën që është dialogu, pra ky ishte, si më thon, fjala kyçe e interesit të diplomatit britanez, çështja e dialogut, duke përfshi, si që thotaj, adresimi nevojave të qytetarëve të Republikës, përfshirë këto dhe nevojat e qytetarëve serbë të Kosovës, në angazhimin gjithashtu, potencoj, në angazhimin e dialogut mes Kosovës Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe këto, ai, si më thonë, vuni theksin për dallim nga presidentja që nuk, edhe në konferencë për gazetarë ato nuk përputheshin shumë për ato temat cilat në një formë ose tjetër në kushte normale do duhet ishin si të parafruar. Ato nuk ishin të parafruara. Presidenti e Kosovës fliste për diçka krejt tjetër, kurse diplomati britanik fliste për diçka që është e interesit thelbësor dhe paralisoj dhe nizoj interesit faktorit ndërkombëtar, që ndërlidhet me nevojat e qytetarëve, si dhe ky do duhet mirë dhe si një kallëzues për ata cilët tani duhet ta formojnë qeverinë për këto nevoja që janë jashtëzakonisht primare të gjitha rrafshë. Pra, ka një dallim që konsideroj ishte një mesazh dhe për subjektet politike që sa më parë të angazhohen në një formë ose tjetër të plotësojnë këto nevoja qytetarëve, siç potencon diplomati britanik edhe në çështjen e nevojave qytetarëve serb. Gjithsesi, tani, siç e patë edhe ju, pas Kosovës ai me siguri që edhe vizitën që do ta ketë në Beograd për arsye se ka një traditë të këtyre vizitave ndërkombëtarëve që vinë në Kosovë dhe më pastaj shkojnë në Serbi ose vice versa shkojnë në Serbi dhe më pastaj vinë në Kosovë. Dhe kjo vazhdimësi është si pasojë e mosqartësimit të pozicionit dhe të situatës rreth dialogut që është bën një farë thisi energjisë maksimale të çdo angazhimi të Republikës Kosovës. Dhe për rrjedhoj do duhet që me i dhonë një kohë dhe një fund në instancë fundit për mos pas këso vizita të dyzuara, në qoftë se është në Prishtinë duhet jetë në Beograd edhe e kundërta. Mirë, e tha në adresimin e tij edhe në X që qeveria britanike është krenar dhe për historinë e saj në mbështetje të suverenitetit dhe pavarësisë së Kosovës. Beluli. Absolutisht është një vizitë tepër e rëndësishme në këto kohë të trazirave të mëdha ndërkombëtare. Dërgon disa sinjale